Dhe Zoti i lartësuar dëshiron nga besimtari edhe prej pozicioneve më të mira që më shumë ti Zoti e do për ty në Ramazan është ti kur ulesh në sofër para iftarit. Edhe çka bën? E sheh ushqimin, ka xheru të ditën, çka thamë në fillim? Jeta jote, vdekja jote, ushqimi yt, agjerimi yt, lëvizjet e tua, mendimet e tua, ecja, frymarrja, folja, heshtja, duhet më konë për Allah. Kur të ulesh në sofër, Allahu xhaleshanu halas ka dhënë leje. Ti i thush kajtjes tone, epshit dëshirës, uris, i thuja. Sonë kam një Zot që s'm ka dhënë hala leje. Kjo është prej pozicioneve që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmendur në hadithin e saktë që Allahu i lartësuar një prej momenteve ku i lëvdohet me laçeve i thotë shiro rob të mi. Shirni rob të mi, se ju e dini melekët kur Allahu xhaleshanu i ka informuar që do ta krijojë një krijesë me emrin njeriu fytyrë tokës, ata çka i thanë? Apo krijon dikon i cili ka më bën fesad, përçamje, armiqësi edhe vrasje fytyrë tokës, çka tha Allahu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di atë që ju nuk e dini. Edhe u thot melekëve shikoni,